Për gati 2 vite, çdo ditë ndjek procedurat e njëjta. Dritmir Islami ulet në veturën e tij dhe pret kandidatin e radhës. A jena të gatshëm për me vazhdu me automjet? Ata që i mëson të drejtojnë automjetin shpesh herë janë moshatar të tij ose edhe më të vjetër. Sa ma afër anës dja? Dritmir Islami tani është vetëm 24 vjeç. Ja kom fillu për me mbajt kursin 6 mujor, momentin që i kom bë 22 vjeç, dhe nuk më ka paraqit asnjë problem me kandidat. Islamit mosha nuk i paraqiti asnjëherë të lashë në punën e tij. Por të gjithë ata që dëshirojnë të kenë një profesion të tillë, tani e tutje do të duhet të presin të mbushin 25 vjet. Komisioni Parlamentar për Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë, Tregti dhe Industri të martën vendosi që në listë të përfshihet ndryshimi i moshës për t'u bërë instruktor. Është moshë tepër e re, mosha 23 vjeçare për instruktor për dhënie të patent shoferit. Qela i tha se ky ndryshim u bë me qëllim të krijimit të sigurisë më të madhe në komunikacion, por është Federata e Autoshkollave që nuk po pajtohet me një ndryshim të tillë. Kjo vetëm e dëmton në aspekt dëmton vetë qytetarët, se nuk është dallimi mes 2 viteve apo 3 viteve të ndonjë rëndësie e madhe. Edhe Ministria e Infrastrukturës pati dilemë në një vendim të tillë, por të cilin nuk e kontestoi. Propozimi i Ministrisë ka qenë njëjtë, mbetet mosha 23 vjeçare, mirë po grupi parlamentar ka pasur nevojshme që të jetë mosha 25 vjeçare, për arsye se kemi bëjmë me një kategori që kam i përgatit shofer të ri. Të martën, komisioni hodhi poshtë kriterin për studime universitare për instruktor. Gjithashtu u vendos për rritjen e numrit të orëve për pajisje me patent shofer.